si i caktohet emri fëmijët. Çka duhet me bë unë në këtë rast? Cilët emra janë të mirë? Janë emra të lavdruar. 5 lloje të emrave janë të lavdruar të mirë. Nëse djali e ka emrin Fisnik, nëse djali e ka emrin Besnik, hulumtojnë, kërkojnë emra të cilët nuk i ka askush. Si ka mundësi që të jetë një emër i mirë, i lavdruar, nuk e ka askush. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në hijen e temave të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, të cilat ne si musliman duhet t'i kemi parasysh, duhet t'i njohim, duhet t'i dim, duhet të mundohemi t'i praktikojmë në jetën tonë, ashtu siç na udhëzon feja e Allahut azza wa jall. Jemi së bashku në kapitullin e martesës, ku me lejen e Allahut azza wa jall kemi arritur tek çështja e fëmijut, tek dhurata e madhe që Allahu azza wa jall i jep njeriut pas martese. Ardhja e fëmijut në jetë në një familje është gëzim, është harmoni, është lumturi, mirë po njeriu ndaj atij fëmiu, besimtari dhe besimtarja ndaj atij fëmiu kanë disa obligime të caktuara. Kemi përmendur që i kërkohet besimtarit që ndaj fëmijut të tij ti vepron disa gjëra të cilat janë nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat thuajse të gjitha veprohen në ditën e 7. Në ditën e 7 gjithashtu theret edhe kurbani për fëmijën, i cili është i njohur si akika dhe i cili theret për këtë dhurat në shenjë falënderimi ndaj Allahut azza wa jall dhe në shenjë zbatimi të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në ditën e 7 është me rëndësi që besimtari kësaj çështje t'i kushton vëmendje në mënyrë që mos të bën gabime të cilat ndoshta pastaj me vështirësi mund të përmirësohen. Në ditën e 7 gjithashtu emërtohet fëmiu, i vendohet emri fëmijut. Ka mundësi edhe në ditën e parë apo edhe në ditën e dytë, mirë po në ditën e 7 është më e mira. Në ditën e 7 emërtohet fëmiu, qoftë djalë apo vajzë, këtij fëmiu si do t'i caktohet emri. Këtë e vendosin prindërit, si do t'i caktohet emri, ashtu edhe i vendoset emri fëmijut. Pra në ditën e 7 i vendohet emri fëmijut. Në çfarë mënyre? Si i caktohet emri fëmijut? Si i vendoset emri fëmijut? Nëse unë kam fëmijë dhe dua me ia lënë një emër të caktuar, çka duhet me bë unë në këtë rast? Në disa raste njerëzit i zmadhojnë gjërat, e bajnë një gjë që ndoshta kërkon shumë obligime, ndoshta kërkon disa adhurime të caktuara në fenë Allahut azza wa jall, në sheriatin e Allahut azza wa jall, një gjë e tillë është shumë e lehtë. Si është ajo
si i caktohet emri fëmijët, mjafton që emri të caktohet pa vepruar asnjë gjë. Ka lind fëmiu, ka lind djali, po si do t'ja lam emrin Ahmed? Ahmed është emri i tij. Do t'ja lam emrin Muhammed? Muhammed është emri i tij. Do t'ja lam emrin Abdullah? Abdullah është emri i tij. A duhet më shumë ndonjë gjë? Nuk duhet më shumë asnjë gjë. Po a nuk duhet t'i këndohet ezani dhe ikameti në vesh që ne t'i lam emrin? Një gjë e tillë nuk ka të bëjë me emërtimin e fëmijët fare. Megjithse transmetimet për këndimin e ezanit dhe ikametit janë të dobta, po edhe nëse veprohen, ato kanë të bëjnë me ditën e parë në të cilën lind fëmiu. Pra dietarët të cilët kanë thënë që i këndohet ezani dhe ikameti kur në fillim që fjalën e parë që do ta dëgjon fëmiu ta dëgjon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Në ditën e parë, jo në ditën e 7. Ndërsa në ditën e 7 që i caktohet emri, nuk ka nevojë mo t'i këndohet as ezan, as ikamet dhe as t'i këndohet emri i fëmijët në veshin e tij. Ti e ki emrin Ahmed në vesh. Ti e ki emrin Ahmed, ti e ki emrin Ahmed. Një mënyrë e tillë nuk ka të bëj fare me argumentet e fesë Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka vepruar një gjë të tillë. E ka vepruar këtë mënyrë. Këtij fëmiu do t'i caktohet ky emër. U kry. Ki fëmijë në familje, elhamdulillah. Ditën e 7 caktoje emrin. U kry. Nuk ka nevojë asgjë më shumë. Kjo është mënyra se si i vendohet emri fëmijët. Cilët emra janë më të mirë, që ne duhet të kemi kujdes, dhe cilët emra mund të jenë të gabuar, që gjithashtu duhet të kemi shumë kujdes. Është interesante, është e çuditshme që sa për njerëzve gabojnë në emërtimin e fëmijët, megjithse njeriu nuk i ka as 100 fëmijë, as 50 fëmijë. Ndoshta e ka 1, ndoshta i ka 2, ndoshta i ka 3. Edhe ato pak fëmijë që janë, kur e sheh në fund, ndoshta emrat e tyre i kalon të gabuar. Por çfarë arsye? Ndoshta nuk është interesuar me kohë. Si do ta emërton këtë fëmijë? Nuk është interesuar me kohë, megjithse ka pas kohë të mjaftueshme që njeriu të interesohet, nga se fëmiu nuk vjen në dynjë në jetë për një javë, as për 2 javë. Është periudhë gjatë deri të lind fëmiu. Gjatë gjithë asaj kohe, baba edhe nana duhet të interesohen. Ne dëshirojmë këtë emër. A është në rregull, a nuk është në rregull? A lejohet, a nuk lejohet? A është i sakt, a nuk është i sakt? Dhe e sheh pastaj që ndoshta dikush të ban pyetje, hoxha, a është ky emër i mirë? Ama i vetëm se e ka emërtuar fëmijën. Ndoshta bile fëmiu është rrit, ka kalu një kohë, tash a është emri i mirë? Jo tash, jo. Para se të emërtohet fëmiu duhet të bëhet pyetja, a është ky emër i mirë apo nuk është i mirë? Cilët emra janë të mirë? Janë emra të lavdruar, që njeriu t'i ketë parasysh në jetën e tij. Me këto emra ti emërton fëmijët e tij. 5 lloje të emrave janë të lavdruar, të mirë. Lloji i parë janë 2 emrat më të dashur të Allahu Azza wa Jall, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 2 emrat që i don Allahu më shumti, më të dashur të Allahu janë Abdullah dhe Abdurrahman. 2 emrat më të dashur të Allahu, Abdullah dhe Abdurrahman. Ky është lloji i parë. Lloji i dytë janë ato emra që vinë me abdu, robi Allahut, mirë po me emra të ndryshëm të Allahut Azza wa Jall. Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Aziz, e kështu me radhë. Gjithashtu këto emra janë të lavdruar. Pastaj emrat e pejgamberve të Allahut Azza wa Jall dhe emrat e sahabeve. Emrat e pejgamberve, nëse njeriu i alen e emërton fëmijën me emrat të pejgamberve të Allahut Azza wa Jall, e kush është më i mirë se pejgamber të Allah?
që njeriu në jetën e tij të mundohet të ecë në rrugën e tyre, dhe më i miri i gjithë atyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ti alen fëmijët emrin Muhammed. Dhe gjithashtu të emrave të pejgamberve më herët të gjithë pejgamberve: Salih, Ibrahim, Ismail, Jusuf, Shuaib, Ejub, Musa, Isa e kështu me radhë. Të gjithë këto emra janë të lavdruar dhe janë të mirë. E martoje fëmijën tanë me këto emra, megjithse nëse flasim për emrat e pejgamberve, do të shohim që kemi shumë të një moshe të caktuar që i kanë këto emra, mirë po të rit apo fëmijët ndoshta kanë tjera emra. Pse? Se njerëzit sikur ju duke që disa gjërave ju ka kaluar koha, nuk i kalon koha asnjë gjëje e cila është e mirë. Këto emra janë të mirë, këto emra janë të lavdruar, këto emra janë që duhet të jenë në familjet e besimtarve, në familjet islame, që njeriu të mundohet që në ato emra të jetë edhe rruga e tij, rruga e pejgamberëve. Gjithashtu emrat e sahabeve, shokëve të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si Omer, si Othman, si Ali, si Talha, si Zeid, si Muadh, si Usaid e kështu me radhë, emra të sahabeve, të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe jo vetëm nga ana e djemve, gjithashtu edhe nga ana e vajzave, emrat e atyre që njihen në histori si njerëz më të mirë apo si njerëz të mirë. Këta emra janë të lavdruar. Gjithashtu është në rregull dhe janë të lavdruar ata emra që nuk janë në gjuhë arabe, nga se nuk kërkohet patjetër të jenë në gjuhë arabe secili popull në bazë të gjuhës së tij, të cilën e ka në vendin e tij, të jenë emrat në gjuhën shqipe, mirë po të kenë kuptim të mirë. Emri është në gjuhë shqipe, është në rregull krejt, mirë po të ketë kuptim të mirë. Në sa rast e ndodh, hoxha, a ban mi alon fëmijët këtë emër, nuk ka kuptim as në gjuhë arabe, nuk ka kuptim as në gjuhë shqipe. Mirë po atje në Kin është një pemë e cila e ka këtë emër. Atje në Australi është një lule e cila e ka këtë emër. Një gjë e tillë nuk qëndron. Të jetë në gjuhën shqipe, të ketë kuptim të mirë. Nëse djali e ka emrin Fisnik, nëse djali e ka emrin Besnik, nëse djali e ka emrin Bujar, nëse djali e ka emrin në gjuhën shqipe, ama ka kuptim të mirë, këto emra janë në rregull, janë të lavdruar, ama disa emra të cilat nuk kanë asnjë lloj kuptimi, ndoshta në asnjë gjuhë. Dhe unë tash vetëm se duhet të flas me kujdes që ndoshta mos përmendi ndonjë emër që dikush brenda neve e ka të fëmijët të tij. Dhe ka caktuar një emër mirë, po ai emër asnjë gjuhë dhe në asnjë mënyrë nuk i gjendet kuptimi. Po sa fëmijë ki ti? 2 fëmijë. Pa 2 fëmijë, 2 emra, s'patë mundësi në mesin e mira emrave, në mesin e gjithë atyre emrave, 2 s'patë mundësi me i gjetë të mirë, e që fatë keqësisht sa prej njerëzve hulumtojnë, kërkojnë emra të cilët nuk i ka askush. Dhe kjo është e çuditshme në mesin e njerëzve. Emra të cilët nuk i ka askush, si ka mundësi që të jetë një emër i mirë, i lavdruar, nuk e ka askush. Kjo është e çuditshme, nga se emrat e mirë i ka gjithkush. Emri më i përhapur në mesin e njerëzve është emri Muhammed. Për çfarë arsye? Po është i mirë. Ai i miri është shumë, është i përhapur nga se është i mirë. E atë që nuk e vendon askush, atëherë pikpyetje, sa mund të jetë i mirë? Andaj këto janë emra të lavdruar që besimtari për fëmijët e tij duhet të kujdeset. Duke filluar nga Abdullah, Abdurrahman, emrat më të lavdruar, pastaj me Abdu, rob i Allahut dhe emrat të tjerë, dhe pastaj emrat e pejgamberve,
emrat e sahabeve, emrat që kanë kuptim të mirë. Këto janë emrat e lavdruar. Ai i cili ka fëmijë, ai i cili pret fëmijë, duhet të mundohet që këto emra të mirë, të lavdruar, të bukur, tua cakton fëmijëve të tij dhe atë duke pasur kujdes që këto emra mos prishen. Si ka mundësi që ti prishet emri i fëmijët kur ne e coptojmë atë, kur ne e ndajmë atë? Emri është i mirë, ama njerëzit e kanë ndryshuar. Atëherë duhet pasur kujdes që ato emra të mos ndryshohen. Ti alen emrin fëmijët Abdullah. Abdullah është prej emrave më të mirë, të dashur të Allahu. Ama njerëzit pastaj e thirin Dulla. Dhe pastaj ky emër nuk është ai emri i dashur, nuk është ai. Fatkeqësisht në sa raste ndodh që vetë familja i ndryshon emrin. Baba, nana, familja duke përgdhel atë fëmijën e vogël i ndryshon emrin. Jusuf është emër i bukur, emër një pejgamberi të bukur, pejgamberi i dalluar. Mirë, po nëse e thirr Cufo, atëherë ky emër nuk është ai emri që është përmend në Kur'an, nuk është ai emri i lavdruar dhe ti e ke shëmtuar. E ke shëmtuar emrin e fëmijës tanë. Kjo duhet të praktikohet në mesin e familjeve tona dhe në mesin e shoqërisë tonë. Nëse dikush emrin e ka të mirë, thirrë me atë emër. Nëse dikush ka emër të lavdruar, mos ja prish, mos ja cungo, mos ja copto emrin e tij. Thirrë ashtu si duhet, ashtu si kërkohet, nga se me atë emër që është në dunja, me atë emër do thirret edhe në ahiret. Pra këto janë disa lloje të emrave, të cilët janë të mirë, janë të lavdruar dhe që besimtari duhet të mundohet që t'i ketë në familjen dhe në fëmijët e tij. E disa emra të tjerë janë emra të cilët janë të ndaluar, nuk lejohet të emërtohen fëmijët, dhe disa të tjerë janë emra të cilët janë të urrëtur, është mekruh që besimtari t'i ketë për fëmijët e tij. Cilët janë këto emra të tjerë mbetet për të vazhduar në ligjëratën e ardhshme, nëse Allahu Azza wa Jall na mundson, ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu atyre të cilët ju ka dhënë fëmijët e tij e tyre Allahu t'i udhëzon. Ata të cilët nuk kanë fëmijë, Allahu me fëmijë t'i gëzon. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu me fëmijët tanë, me familjet tona, me të gjithë së bashku në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillah رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.